Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazërit të nderuar, librin Prifti që pranoi Islamin e kemi trajtuar dhe e kemi përfunduar, alhamdulillah. Sot e poshtë arsyeshme për shkak të përhapjes të disa lëvizjeve anti-islame, i kanë marrë disa anti-islamik, disa prej videove tona, edhe duke na sulmuar në aspektin e gjinëve apo të disa kafshëve që i shohin gjinët. Subhanallah, të tillët thonë që jemi krishter, apo thonë që e pasojmë Krishtin, apo fenë krishtere, a realisht edhe në fenë e tyre ekzistojnë engjëjt edhe djajt. Këto ekzistojnë në fenë e tyre. Ata njëkohësisht janë duke e godit edhe fenë e tyre. E për atë arsye poshtë arsyeshme që me trajtu çështjen e gjinëve. Mas pari me trajtu në aspektin e psikologëve dhe psikiatrave, të cilët janë afetar, jo fetar, të cilët nuk i pranojnë ekzistencën e gjinëve. Më thonë, ata trajtojnë kontekstin e shkencës dhe nuk i pranojnë ekzistencën e gjinëve, apo ndërsa po ashtu edhe në aspektin e psikologëve dhe psikiatrave të cilët janë besimtarë. Dhe normalisht na mas pari kemi kuptuat narrativën e këtyre psikologëve dhe psikiatrëve që nuk e pranojnë ekzistencën e gjinëve, pastaj do ta trajtojmë se çysh do t'ju japim përgjigje këtyre njerëzve, psikologëve dhe psikiatrave. Pas kësaj, pastaj do ta trajtojmë derisa në vijim rreth këtyre personave të cilët sulmojnë në aspektin e gjinëve apo shejatinëve. Si fillim, po e trajtojmë çështjen e narrativës së psikologëve dhe psikiatrëve afetar, të cilët nuk i pranojnë gjinët si ekzistencë apo metafizikun. Thot, nga këndvështrimi i psikologjisë dhe psikiatrisë moderne, sidomos tek ata që nuk e pranojnë ekzistencën e gjinëve, kjo dukuri shpjegohet pa hyrë në dimensionin metafizik, por përmes mekanizmave psikologjik neurobiologjik. Bukur. Këta i kanë këto gjëra, këto pika. Sugjestioni dhe pritshmëria psikologjike. Çka do të thonë sugjestion mas pari? Sugjestion, vllazni, këta për mi mohu gjinët ju thojnë njerëzve që kjo është sugjestion. Kur ti lexon Kur'an një personit, kur ai bën gjëra të ndryshme jashtë normales, këta psikologë dhe psikiatrë të cilët nuk i pranojnë gjinët, thënë kjo është sugjestion dhe pritshmëri psikologjike. Çka është sugjestioni? Për ata që nuk e din, thot ideja futet në mendje. Një ide futet në mendje. Pastaj thot çka? Pranohet që ajo ide pi jashtit, po filtru hiç. E merr për një herë. Edhe truni apo trupi çka e pranon si realitet. Pa e hulumtu, pa e këqyr, thjesht menja thot çështu është, edhe unë e besoj kështu. Pa e filtru. Bukur. Çka thon psikologët? Personi që e di, që Kur'ani lexohet për shërim, është rukje ose përballje me të keqen, kjo krijon një pritshmëri të fortë emocionale. Domethënë, personi pe din që ka me shku mu kurrë një person të një hoqë që pe lexon Kur'an. Përderisa tash një person që është i smut, po shkon te hoxha, edhe pe din që ai ka me lexu Kur'an, atëherë ky tash krijon vetvetiu suggestion edhe reagon. Vetvetiu reagon. Nuk ka të bëj këtu me Kur'anin. Por se thjesht ky e ka në mende që Kur'ani ka me ndiku. Dhe për atë arsye vetvetiu i shfaqen ato gjëra që i keni pa në për video ku të lexohet Kur'an, keni pa që lëvizin, dridhen, gjitha këto sene. Bukur. Thot çka kjo krijon një pritshmëri të fortë emocionale. Truri reagon automatikisht ndaj kësaj pritshmërie duke prodhuar. Tash, përderisa ky njeri apo e ka në kokën e vet, unë po shkoj te hoxha, ka më mknu mu Kur'an. Tash Kur'ani mu ka më ndiku. Vetvetiu ky po thot që Kur'ani mu ka më ndiku. Momentin kur i lexon hoxha, vetvetiu tash çka krijohet? Ankthi, frika, tensioni, reagime trupore, dridhje, lot, ndryshim zërit, gjitha këto senet i bon, sepse po thot Kur'an po lexon kë. Jo që Kur'ani ka diçka efekt që i bën këto sene, po vetvetiu trupi reagon, thot. Bukur.
Sipas tyre kjo është një reakcion i mësuar. Kjo sa i përket suggestionit. E dyta, aktivizimi i nëndërgjegjes. Çka thot? Psikiatria shpjegon se Kurani për shumë njerëz lidhet. Kurani për çka lidhet? Thot për ndëshkimin, kallzon xhenemin, apo thot për llogaridhënien që kemë dalë në ditë gjykimit, thot për frigën nga e panjohura, ndërgjegjen morale, këto tema i aktivizojnë vetë trupin. Pse se Kurani ku të lexon po kallzon për xhenet, po kallzon për xhenem, po kallzon për zjarrin, nga friga vetë trupi tash reagon. O mos ka të bëj me gjin, thot. O vesh trupi reagon vetë. Për me largu, domethënë, gjinët si ekzistencë, bukur. Pastaj thot kjo sjell shpërthime emocionale, reagime të pavullnetshme, ndryshim sjelljeje, shkaku i kësaj, bukur. Reagimi i sistemit nervor autonom. Nga ana biologjike ata thon, Kurani kur recitohet me ritëm. Pisket për shembull, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe tash kur ki ritëm të madh të zonit, apo thot theks dhe tonalitet të veçantë, çka bëhet? Kjo ndikon thot tek njeriu. Por jo që Kurani po ndikon. Po thjesht piskoma jote po ndikon tek personi, thon. Kret po flasim që shtojnë psikolog, psikiatrat që nuk i besojnë gjinëve, edhe nuk i besojnë jetës metafizike, apo, bukur. Thot, çka ndikon? Ndikon të qendra Afrikës që në tru. Dhe kur ndikon që kjo piskom, nga Kurani këta që i thonë, apo piskom, atëherë automatikisht ndikon që kjo efekti tek qendra e frikës. Dhe kur bëhet qendra e frikës në alarm, atëherë paraqitin dridhjet të pa imagjinueshme, domethënë ti nuk e din se çka po veprohet. Prandaj çfarë thot aktivizohet përgjigjja luftose ik, që kemi trajtuar në derset e kaluara, që vetë organizmi kur vjen një faktor i jashtëm e lufton edhe ik. Bukur. Prandaj shfaqet rritje e pulsit, frymarrja apo edhe thot gjendje emocionale e theksuar. Shkaku që, më thonë, një person po pisket aty po lexon Kur'an, po s'ka të bëjë me gjin këto. Bukur. Po ashtu kemi edhe çrregullime disociative që janë histeriforme, që çrregullim disociativ janë terme latine, domethënë ndarje nga vetdia normale, reakcioni konverzion, thot stresi dhe trauma shfaqet me simptome fizike, hipersuggestion, emocione ndikon lehtësisht, personi nuk po shtiret për trurin, ndron gjendje si mekanizëm mbrojtës. Po ndodh diçka, po pisket dikush, po fol dikush, edhe tash truni vetvetiu ndikon. Bukur. Konteksti kulturor, thon, pse me një vend caktuar Kurani është i përhapur, baba e nona i ka kallëzu që Kurani ndikon, edhe ky në kry tash e ka, si që kejte hoxha une, si të më lexon një sure prej Kuranit, me njerë une ko më ndiku, edhe ko me piskat, apo bërtit, apo me qajt, apo ka më ndiku, dhe më thonë ka me pas angth. Por jo Kurani që ndikon, si pas këtyre. Bukur. Pra, si pas tyre objekti ndryshon, por mekanizmi psikologjik mbetet i njëjtë, dhe thot për mbledhje shkurtë e shpjegimit të tyre është se psikologët dhe psikiatrat që nuk besojnë në gjend thonë se ndryshimi i gjendjes gjatë leximit të Kuranit nuk vjen nga një faktor i jashtëm, entitet i jashtëm, por nga reagimi i trurit. Bukur. Tash e kemi kundërshtimin e pretendimeve të tyre. Çfarë kundërshtimi të qartë, apo të qartë, që sa bukur trajtohet. Kundërshtimi këtyre pretendimeve nuk bëhet me emocione, duhet me fakte, me dëshmi dhe me argumente të qarta. Në një, shpjegimi i tyre nuk është provë, por është interpretim. Psikologjia thot truri reagoj mirë. Tash një pyetje t'ja u bën atyne. Pse thot reagon truni apo njeriu vetëm kur lexohet Kurani? Çto pyetje është e parë. Gjithë psikologëve dhe psikiatrëve i thoni, pse një person i cili nuk e din arabishtën, kur lexon ajete kuranore reagon, kur lexon poezi arabe nuk reagon? A din arabishtën ai? Se din. Si kur ta din të arabishtën, po themi, apo po bën filma, po aktron. Mirë, po një arabisht jo folës arabisht. Tonin e bën si të Kur'anit edhe lexon poezi arabe, nuk ndikon tek personi. Nuk ka dridhje, nuk ka zë të ndryshëm, ku e dione. Mirë, po reagon në momentin kur lexohet Kur'ani. Çka kemi thonë tash kësaj? Thot çfarë? Pse jo ndaj muzikës apo fjalëve neutrale?
ti po thu si faktori jashtëm po vjen Kur'ani, po të pisket aty ajete kuranore, edhe po ndikohet truni edhe ti po krijon ankth. Bukur. Pse zëri i lartë i muzikës nuk po ta bën këta? Pse një poezi arabe s'po ta bën këta? Po vetëm kur po lexon ajetul kursin, apo kur po lexon felekin apo nasin, apo ajetet që janë të sihrit. Ku është problemi tash? Te kjo po ka ndikim, ndërsa këto tjerat nuk po kanë ndikim. 1-0. E dyta, mungon shkaku specifik, ata përshkruajnë simptomin, jo burimin. Pretendimi suggestionit bien raste pa dijen paraprake. Argumenti fort praktik. Ka raste kur personi nuk e di se po lexohet Kur'an, nuk e din pse po reagon. I themi po të lexojmë poezi arabe. Që themi, një shqiptarit po të lexoj Kur'an, po të lexoj poezi arabe. Pse gjatë leximit po ki lëvizje gjatë trupit? E dyta, nuk e di se çfarë po i thuhet. Thot e treta, madje as nuk beson Kur'an ndoshta. Qafiri ti lexon, nuk beson Kur'an, edhe ja nise fol me një gjuhë tjetër. Apo si është e mundur një person i cili nuk e di një gjuhë caktuar më herët, gjatë leximit Kur'anit ai flet një gjuhë që nuk e kupton ai vet. Kur të ngritet prej gjumit, po themi, apo prej humbjes vetdijes. Megjithatë reagimi ndodh vetëm kur lexohet Kur'ani. Sugjestioni kërkon dije dhe pritshmëri. Bukur. Reagime selektive e rrëzojnë shpjegimin neurologjik. Nëse është në ritëm z-ton, mirë. Atëherë, pse çdo recitim ritmik, çdo tekst i fort emocional nuk e bën me ndryshu ai zërin këtë ndryshe? A e dini që kur ti lexohet Kur'an dikujt që është i prekur prej gjinëve, mund të mu paraqit një z femror. Famën, flet. Edhe me një gjuhë tjetër, jo shqip. Kur quhet ai, s'din me fol çat gjuhë. Ç'shmia bo kësaj pune? Pastaj thot, do ta prodhoj thot të njëjtin efekt, por realiteti tregon reagim specifik vetëm ndaj ajeteve, qetësim ose ndërprerje kur leximet ndalen. Kjo selektivisht nuk shpjegohet biologjikisht. S'ki qysh me shpjegu. S'ki qysh. E katërta, 3-0 tash. E katërta, çrregullim disociativ nuk shfaqin inteligjencë dialoguese. Bukur, në shumë raste gjatë rrugjes reagimi është flet, përgjigjet, gënjen, kundërshton, reagon ndaj kërcënimit me ajete. Pyetjet kyçe janë: si mund një çrregullim nervor të posedoj logjik mbrojtjeje? Njeriu i çmendur nuk ka mundësi me pas një logjik të mbrojtjes të fuqishme. E dyta, frikë selektive nga Kur'ani. Pse ndaj Kur'anit friksohet kur ti lexohet, ka frikë dridhje, edhe ndaj të tjerave nuk friksohet. Dhe e treta, urrejtje ndaj ajeteve. Lexoj poezi arabe, nuk të sulmon, ndërsa Kur'an të sulmon. Bukur, smundja nuk ka vetdije, gjini po. E pesta, ndërgjegja nuk krijon informacion të ri. Vllaznim, psikologji, mësohet diçka apo që është dija, ndërdia, vetdia, këtë këto që janë brenda në kry. Ndërgjegja nuk krijon informacion të ri. Që i bie? Psikologjia e pranon. Ndërgjegja nuk shpik gjuhë të panjohura. S'mundet me shpik. Se kjo është jashtë natyrës njeriut. A mundet një njeri që kur se ka një gjuhë caktume, e që kur? Se këta thojnë në ndërgjegja ja bën. Për shkak të faktorit jashtëm. Bukur. Si ma shpjegon ti mu që vetë psikologjia e pranon që nuk ka mundësi në ndërgjegja mrena që ti e ki marë, po nuk e ki vrejt, me një aspekt edhe e ki vjedh informacionin. Kur se ki një atë gjuhë? Kur heq njëtën tonë dhe s'ki fol një fjallë të asaj gjuhë? Në momentin kur ti lexohet Kur'an, a i flet me një gjuhë që vetë se din. Kur qohet pi gjumit, pi angthit, jo, ti ki fol i thush, arabisht ki fol italisht, gjermanisht, vallaj s'di thot. Nuk di thot. Psikologjia këto nuk e pranon. Vetë psikologët thonë që s'ka mundësi në ndërgjegja me shpik një gjuhë të re.
paraprakisht pa e pas, të njohur. E dyta, thot, nuk jep informacion për gjëra që personi si ka ditur. Prap, se këta po thonë që faktori jashtëm ndikojnë që me folaj. Po jo, psikologjia prap thot që nuk ka mundësi nëse një informacion se ka pas paraprakisht, nuk ka mundësi ky me fol ato. Se den. Se vllaznia diçka është ndërdia. Ndërdia për me kuptu ma mirë. Për shembull, ekspertat apo të këta terrorizmit që janë edhe sulmeve ndaj islamit, çka bëjnë? E qesin vllazni një mjekrosh për para, jo, flasin për islamin, i qesin minaret, apo anash i qesin minaret, i qesin koedione musliman të ufal, dhe njëtën kon ballin fokusin ton të kryesor të vetdijes, ta qesin ISIS-in. Ta qesin një ekstremist për para, në ball. Edhe ti eshe ekstremistin për para në ball, mirë, po që kjo vetdia. Mrapa ta ka qit veç minarën, apo minarën. Apo ti ka qit disa vllazni që i kanë shkurtu robën. Apo ti ka qit disa vllazni që falen me ngritje të durve. Po ajo shtu fol për ISIS-in. Edhe tash njëri, çka ka bën koka truri njeriut, informacionin e parë e merr kështu tamam qartë, me vetdije, që është të fol për ISIS-in. Mirë, po mos harroni që kjo në ndërgjegje, apo ndërdija, apo çfarë dush thuj, e merr që ato mrapa që është pa lejen tonde. E vjetë që atë informacion e shtin në kry. Edhe ti tash e ki minarën, bukur. Momentin kur ti del për jashta edhe e shen një minare, automatikisht aktivizohet vetdia, ndërlidhet me ndërdijen, po ISIS-i xhamia. Pe kuptoni lojen. Qësh është loja? A i keni pa disa për shembull prindër të caktuar, që ku ti thush për shembull shkoj xhami, jo mos shkoj xhami se ISIS ka. Se që kjo është luftë speciale ndaj besimtarëve. Fillimisht ty pe gjun një sulm ndaj islamit nëpërmjet ISIS-it, që nuk është islame, po ta nvesh anash me çka? Me gjëra të sakta që janë. Sikur që i bëjnë filmat vizatimor vllazni që e futin elementin e LGBT-s. Anash e futaj. Apo elementet e magjisi futin në për filmat vizatimor. Mja u prish akidën fëmijëve të vegjël. Apo, ja u prishin akidën fëmijëve të vegjël. Dërsa fëmija knaqet kur i këqyr ato filma vizatimor. Ti nuk e din që aje ka fut veç virusin aty, me ato magjit e tyre, një lut idhujve. Njërën më të përsosur. Këse në të meqëm. Mendojnë për mi prish fëmijët tonë, apo? Çështja tjetër, thot për gjatë rrugës çka ndodhin të folura në gjuhë të panjohura. Thot përmendje ngjarjes të fshehta. Dhe e treta reagim ndaj ajeteve pa i njohur kuptimet. Ai po fol për xhenem, për zjarr, ti se merr vesh hiç, a reagon. Pse reagon? Se gjini reagon. Se gjini pa e din gjuhën e Kur'anit. Për atë arsye dhe reagon. Dërsa ti nuk e din se çfarë po ndodh me ty. Ka pas raste për shembull, kur në Shehul Islam ibn Taymiyes e kanë godit, aq shumë e kanë godit, sa që pasi është çu, nuk ka një kurrë. Nuk ka një. S'ka di çka po ndodh. Masi që u çu prej domethënë kur i ka ardhur vetdia. Pastaj thot, kjo i te i kalon kapacitetin e ndërgjegjes. Argumenti metodologjik është mohimi, nuk është provë. Psikiatria thot, ne nuk e pranojmë metafizikën. Metafizika e çdo gjëra që na po i trajtojmë çështjen e gjinëve me lajke, apo sa ata thonë duhet me prek. Për me prek, nëse se preki unë gjinin apo ato këto gjëra që i bie, s'ka dhe zot. Ç'është i bjerë kjo punë. Kjo është parakusht filozofik, jo fakt shkencor. Edhe me shkencë na i kundërshtojmë këta. Nëse ju thoni se ne nuk i besojmë metafizikës, i bie që kjo është parakusht filozofik, nuk është shkencor. Ti, për shembull, valët e internetit, apo valët e televizionit, apo telefonit, apo ku e dione, këto janë metafizike. Si she? A pishe? Nuk po ishe. Mirë po t'jenë zoni ti. Pastaj thot, shkenca moderne nuk e ka provuar mos ekzistencën e gjinëve, vetëm ka zgjedhur të mos merret me to.
Pra, refuzimi tyre është ideologjik, jo empirik, empirika, nëse nuk e dini, është me hulumtu, me përvoj. Nuk kanë përvoj, nuk kanë hulumtu, edhe veçtojnë s'ka. Edhe, unë jam shkencëtar, në Smirna, me këto budalliqet e juve, me një aspekt, jamajnë vetit lartë, kisha, Dhe thot standardi dyfisht në shkencë, thot shkenca pranon energji të padukshme, grimca të padetektuara drejt për drejt, valë që nuk shihen. Pse pra? Pranon të padukshme në fizike. Pse pranon? Ti e ki telefonin, edhe nëse i afrosh televizionit, kur të vjen, dhe më thonë, sinjali, a ki vrej që shbohet televizori, që shjep sinjal, edhe të vjen zoni këtu. A realisht nuk po e sheti, ti po e she vetë subjektin. Vala, para mëno subhanallah, telefoni, kërkun hit s'kas, telesel, apet tel kur ka pas për para, u kon pak ma e imaginushme, ama ta është pa tel, o vloje, pa tel. Mi satelit të ka qitë atje në nalt, edhe prej satelitit pi merë val, qështë po vjen a i zoni, o vlo? A së të bën me menu paka? Në metafizik? Përhamdë, da kemi Kur'an dhe Sunetit që na kallëzojnë detaje, subhanallah. Përvoja e përsëritur është provë kumulative, në shkencë, në rast s'është provë. Një rast nuk është provë, thotë. Dhe më thonë, nëse një rast bëhet, mundesh mos me marrë të mirë qenë, se thotë njerë ka ndodhë dhe nuk thush që është e sakta, po. Mirë, po thotë, por mira rastet njëjta kryojnë model. Meri, shkoni në për seancat e rukjes, disa persona keni mi vrejt. Se kur ti lexohet Kur'an, nëse ka gjin, keni mi vrejt reagimet e personit. Edhe nëse shumë raste ndodh kjo, ajo do të mirët model edhe fakt, edhe dëshmi që ekzistojnë. Thotë rukja ndodh në çdo vend, në çdo kulturë muslimane, me të njëjtin skenar, kjo është provë induktive, jo rastësi për mbledhje shkurtër për debat është kur ti kundërshtosh mjafton të thuash. Ju po jepni një interpretim psikologjik, jo një shpjegim shkakor përfundimtar, teoria juaj dështon në selektivitet, në rast pas suggestion në inteligjencën e reagimit dhe në përsëritjen globale të fenomenit. Kjo ishte sa i përket psikologëve dhe psikiatrëve, të cilët e mohojnë ekzistencën e gjinëve apo metafizikën. Tash do t'i trajtojmë çështjen me ajete dhe me hadithe kuranore dhe pastaj po ashtu edhe rrezet ultraviolete dhe ultravjollce që njerëzit me sytë e tyre s'mund t'i shohin, po i shohin, Allahu ju ka dhënë disa kafshëve me i pa. Ata shohin gjëra që ne nuk mund t'i shohim. Sytë e tyre janë të ndryshme nga sytë tanë. E ti që i shkëput dhe i qetë aty kure e transmetojnë në hadithin e pejgamberit alayhis për punën e pëllitjes së gomarit apo të gjelit edhe lunë hajgare aty, ti je mas pari kundër fjes tonde, po edhe kundër shkencës. S'ki haber. As shkencë, as në fi. Hiq, as shkencë, po as në fi. Kërkun si e në heq. Krijimi krijesave të tjerë përveç njeriut. Beson ti se në këtë botë ekziston vetëm një krijesë që quhet njeri dhe s'ka asnjë krijesë tjetër? A beson? Pastaj thot ka krijesa që shihen dhe që nuk që shihen, por ka dhe që nuk i sheh njeriu. Derisa nuk është shpikur, po themi. Nuk është gjurmuar deri në ardhe se shpikja i takon Allahut subhanahu wa taala, Allahu zëri ka shpik, na vetë i gjurmojmë, i gjejmë, se përdori fjalën shpikje të njerëzve, ma mirë më jalon Allahut azza wa jall shpikjen, çka Allahu azza wa jall ka shpik, këtë senet i ka shpik. Ku ka punu Baca Ismet ka pas asi që sot përdoren për smartphonat, për telefonat ki në Kosovë këtu, disa dzehe që përdoren për smartphonat, në Kosovë ki ato. Touchscreen, po, touchscreen. E mirë, para 1500 vjete, që ajo dzehe që ka ekzistu në Kosova, ja. Sa o për ta kanë ditë ato? Si kur ta kishin po qatë dzehe, që kishin thonë? Se kanë ditë. Allahu subhanahu e ka lëshu qatë dzehe në tokë, të na, që ajo dzehe mirët prej neve,
Përpuno dhe bot touch screen. Touch screen a screen. Screen. A peshine? A kish me qene çuditshme, si kur të kishin dalë këta anti-islamistat në kohën e pejgamberit a.s. edhe me thonë Muhamedi a.s. ka marrë një kohë që kini me pas telefona ku e diune, se në mënyrën se çush e spjegon Muhamedi a.s. apo ka qene pa logjikshme në atë kohë për me fol. Qysh ka thonë që koma ka me fol, këpuca ka me fol, apo ku e diune, apo qysh ka në hadith pejgamberit a.s. ka me fol druni, pema ka me fol, në byte. Pa logjikshme, apo? Po ja tani po dalin. Çfarë thot? Përdesa në shekullin e kaluar nuk ka qenë prezent në mikroskopi elektronik. Sa mikroorganizma nuk kemi mundur që t'i shohim? 100.000 herë e zmadhon mikroskopi elektronik mikrobin. 100.000 herë. Kur për jeti me që ata sytë e tu, pa aposët mikroskopin, se suli kështë po mikrobin. Refuzaje? Refuzaje? S'me shumë me sy. Ki marë mikroskop elektronik, ta ka mundësua Allah s.w.t. me po, e këqyr edhe ishe lëvizet. Këqyri me sytë e tu nuk mundesh me i po. Atër si pas logikës të ndë i bjerë që mos me i pranu ato. Apo? Pastaj thot, dhe po ashtu përdesa kemi tekste fetare për ekzistimin e tyre dhe në të ardhmen botën pas vdekjes këto krijesa do të shihen, thot Allahu Azza wa Jall, dhe ai krijoi gjindet nga flaka pa tym e zjarrit. Ajo flaka nalt që është. Më thonë ajo flaka këtë nalt e pastër që është prej çasaj ka kriju Allahu subhanahu wa taala gjinnet. Po ashtu vërtet që ai dhe kabila fisi apo thot fare fisi e ndimse dhe në përgjithësi ju shojnë ndërsa ju nuk e shihni dot ata. Shejtanët e gjinët neve na shojnë, po na nuk i shohim ata. I dërguar Allahu sa po ashtu na ka paralajmëruar se gjinët janë 3 lloje. 3 lloje. Ai ka fol me shpallje. Ti që del aty plot si gomar kundër neve, kërkushi si e heq. Neve Muhamedi a.s. na ka kallëzu dhe ne i besojmë ati, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dhe ai nuk fol nga vetvetja, po çdo sen që ka i shpallët. Ha mu mjaftën fjala ti. Për ti që plot lart e poshtë mos e kam gale për ty une. Veç po më dhimen disa musliman që po ndikohen prej pëllitjeve tua. E po du të mja usharu. Çka thot? Gjinët janë 3 lloje. Një lloj i tyre fluturojnë në ajër. Fluturojnë. E dyta, një lloj i tyre janë gjarprinje. Gjin gjarprinje, në formë gjarprinjve. Dhe edhe qen. Që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qen i zi o shejtan, thot mbyteni. Dhe thot një lloj i tyre janë udhëtar të përhershëm prej një vendi me një vend tjetër. Ka disa kanë thonë që për 3 sekonda, 3 minuta nuk e di kret botën e do më thonë mundet me udhëtu dhe mundet me i ra rreth e përçark botës planetit Tokës. Mohuesit dhe pohuesit, Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë, asnjë nga grupet muslimane nuk e kundërshtoi ekzistimin e gjinëve dhe atë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u dërgua edhe tek ata shumica grupeve të pabesimtare, edhe pabesimtare të qafira, e pranojnë ekzistimin e gjinëve. Kurse ehlul kitabi në mesin e tyre hebrejt dhe krishterët e vërtetojnë ekzistimin e tyre, sikurse edhe muslimanët, edhe pse në mesin e tyre ka të atill që mohojnë ekzistimin e tyre, sikurse që gjenden në mesin e muslimanëve fatkeqësisht që refuzojnë sikur xehmit edhe mu'tazilit, edhe pse shumica e këtyre sekteve dhe imamët e tyre e vërtetojnë ekzistimin e tyre. Bukur. Tash po dalim tek çështja e shkencës, se çfarë thot shkenca rreth rrezeve ultraviolete dhe ultraviolce. Aftësia e sistemit të shikimit të njeriu mundet me shiku me një limit caktuar. Ti për shembull natën, nëse është natë, gishtin sy me ta shti nuk e sheh. Mirë, po ka shpes caktuara që natën shohin, apo? Ndohet huti edhe maca. Me sa di shohin natën. Nuk e kam të sigurt, po më duket që këto 2 shpes shohin natën.
edhe kali, e lakuriqi. Parameno. Ti nuk po sheh, më hoje atëre. Gjithsesi krijesat të ndryshme kanë nivele të ndryshme në dallimin e dritës dhe rrezeve, po shkenca e vërteton se njeriu nuk mund të shikojë, çore, njeriu s'mund të shikojë mbi nivelin e rrezeve infratë kuqe, mbi qatë nivel. Dhe rrezeve ultraviolete, nën rrezet ultraviolete s'mund me shiku. E ka një limit, as më nalt, as më poshtë. Këto më nalt e ka një kofsh, këto më poshtë e ka një kofsh tjetër. Që ishe, dhe ti s'mundesh me e pa. Dhe këto shkenca po se donë, subhanallah, këto shkenca po e thot. Po ju sjeni kërkon heq, as me shkenca, as me fe. Mirë po të gjelat dhe gomarët, limiti ndryshan. Subhanallah, sot shkenca e vërteton, ma po pik alë e kanë qitë bashkë pa ta lexu, edhe e kom marë si dëshmi. Para 15 shekujve Muhamedi alayhis salam po e potencon gomarin edhe gjelin. Sot shkenca po e vërteton që këta pas kanë aftësi me po ma shumë apo ma pak se sa njeriu. Ultraviolete dhe infratë kuqe. Rrezet infratë kuqe janë 527 nm. Thot syri njeriut maksimumi që arrin të shoh është deri në 445. Syri njeriut është 445, ndërsa rrezet infratë kuqe janë 527. Që i bie mbi 527 shihet një krijesë. Thot që është edhe temperatura dritës normale, ndërsa rrezet ultraviolete janë në nivelin e shikueshmërisë njerëzore, ato janë vetëm 32 nm. Thot, gomarët kanë mundësi të shohin përtej rrezeve infratë kuqe, ndërsa djalli i cili është prej gjinëve është krijuar nga zjarri dhe rrezet infratë kuqe më shumë të kanë origjinë nga nxehtësia dhe zjarri. Rrezet infratë kuqe kanë të bëjnë me temperaturën, apo më thonë me shikimin. Pastaj thot, temperaturat mbi 527 janë rreze infratë kuqe, nga ana tjetër gjelat e fushës shohin përtej rrezeve ultraviolete. Ndërsa engjëjt janë krijuar prej dritës dhe thot rrezet ultraviolete janë niveli më i ulët i temperaturës, pra 32 nm. Ndërsa njeriu s'mundet me 32. E ka më të lartë. Dhe është i pakapshëm për syrin e njeriut. Nuk mundet me pa. Mirë, po jo i tillë edhe për syt e gjelave të fushës. Më thonë, syt e gjelit janë më të ndryshëm se sa i njeriut. I lartë është Allah i madhërishëm, ja se çfarë na mësoi Muhamedi alayhis salam. Sa bukur tash, hadithin. Ju e keni vërtetu, apo? O vllai jam, alhamdulillah, musliman jemi. A dul shkenca me në kallëzu, as dul shkenca me në kallëzu. Na këto para se me dalë që kjo ma po al, e qëto dhëna shkencore, na i kemi besu. Kjo, që shka thënë Allah në Kuran, veç na shtoni monin, halo ma shumë. Po mirë ti që si e kërkon, edhe po të ngritët argumente dhe po vazhdon në kufrin tënd. Dhe thot qka? Muhamedi alayhis salam ka thënë, kur ta dëgjoni lehjen e qenve dhe pallin e gomarit gjatë natës, kërkoni mbrojtje tek Allah, nga sa ata shohin gjëra që ju nuk i shihni. Shohin gjëra që ju nuk i shihni. Po ashtu transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu ka thënë, kur të dëgjoni kakarisjen e gjelit, thot luteni Allahun nga mirësia e tij, sepse ai gjeli ka parë ndonjë melek. Thot, e kur të dëgjoni palljen e gomarit, kërkoni strehim tek Allahu nga shejtani, sepse ai ka parë ndonjë shejtan. Allah i madhreshëm ja kushtoi një kaptin apo sure të veçantë krijesës gjin. Një sure është e posaçme për gjin. Urrejtja ndaj njeriut e iblisit, thot krye gjini iblisi alayhi lane, në fillim para krijimit të njeriut ishte nga më të devotshmit, dhe në momentin kur Allah subhanahu wa taala e krijoi njeriun, ky u bë i natçor.
ndaj njeriut, pse se e kryo në formën më të mirë, me durët e tij Allahu Azza wa Jall. Dhe i tha bjen sejdë, nuk i ron sejdë, dhe u largu nga mshira Allahut, ja Rab, tha unë kam i dal djathtë majtë përpara mrapa. Shumicën për tyve kemi pas të humbur. S'kan me të pranu. E vërtet, qiftat e tillë që i shkëpusin këto video, hinë në këto ajete, që i mohojnë ajetet e Allahut, fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall dhe kujto kur ne u tham melekëve bini në sejdë para Ademit dhe ata ranë në sejdë përveç shejtanit iblisit që nuk pranoi dhe ishte krye lart dhe që një prej mosbesimtarëve sulmi ndaj njerëzve ai shejtani gjin me ushtrinë e tij do t'i sulmoj thot njerëzit dhe do të mundohet ta bëj sa më shumë pasues, thot transmeton Buhariu nga Muslimi nga Muslimi nga Enis radiallahu anhu se Muhamedi s.a.s. ka thënë shejtani lëviz në trupin e njeriut sikur që lëviz gjaku. Për atë arsye vllazni, po shohim që përhap shumë kanceri, sidomos tek femnat, në gji. Sheikh Ibn Baz rahimahullahu taala ka thonë shumica e kancereve janë prej gjinëve. Fillojnë me mësysh, apo me mësysh fillojnë në aspektin shpirtëror, pastaj kalojnë në aspektin fizik. Kemi raste konkrete, ka pas disa prej motrave, të cilët e kanë pas kancerin në gji, kur kanë shku rukje me lexu, a din sa kanë vjellë subhanallahu të natë, edhe a di çfarë lehtësimi kanë ndi? Plus asaj ka pas raste her ju heqke metastaza, her vazhdon të me të madhe me vrull. Metastaza është kur të lëshon filizat tumori, kanceri. U çuditnin edhe mjekët, subhanallah. Shko te mjeku, tha përfundim e sipër jeti. Këtë tu ka mush. Mas 3-4 muje, çka u bë tash? Tu më dalte fjala shepin bazit, subhanallah. Po dhe të haditi pejgamberit sa sillet shejtani në për ente e gjakut. Andaj kudo që i shihni, sidomos se Kurani subhanallahu teala është keq kuptu Kurani vetëm për çështjet shpirtërore. Po rasti i atij personit që ke krye fisi që ke që si pranunat grupin e sahabeve e hongër gjarpni apo akrepi apo e helmaj kjo smundje fizike çka bënë sahabet çka bënën fatihani këndun dhe nuk pranun pa i dhon shpërblim, shkaku që nuk i pranun, konak nuk ju dhan. Dhe më thonë, Kurani nuk o veç për çështje shpirtërore, po është edhe për çështjet fizike, organike, trupore. Se këtë janë tu menua, ka stres, ka depresion, ka dione, menimet këshia se në Kur'an. Jo, edhe për çështjet çka trupore, fizike, Kur'ani o shërim. Pastaj thot përdesa shejtani qarkullon në pranë të gjakut edhe përse të dyshojnë se mund të shkaktoj çrregullime mendore dhe fizike në trupin e njeriut. Ku është problemi për shembull me mendu që shejtani futet brenda enëve të gjakut edhe shkon në për qendrat e ndryshme të trupit dhe të shkakton probleme. Ti çrregullon hormonet për shembull. A ka atë mundësi? Po ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, futet në brenda të gjakut, shkon ta prek te truni aty, sikur me thon ta çet dorën ta aty te kujtesa aty, edhe s'mosh mend. Ka dhënë atë mundësi Allahu subhanahu wa taala. Për atë arsye, na si besimtar, do të me lexu Kur'an, normalisht edhe këto mjete tjera që kanë ardhur edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se s'kalon smuja Allahu subhanahu wa taala për vetë se e ka quajtur edhe shërimin e saj. E mohoi dikush e pohoi. Nuk themi se çdo smundje ka të bëjë me sulmin e gjinëve, sepse ka shumë smundje që shkaktohen nga faktorët e jashtëm dhe të ndryshëm dhe po ashtu gjinët e luajnë rolin e tyre ndihmës në çrregullimin e organizmit dhe përfund shejtani nuk ka fuqi ndaj besimtarëve të devotshëm. Sa për robërit e mi, thot Allah subhanahu wa taala El-Isra 65, ti nuk ke asnjë fuqi mbi ta dhe mëse i mjaftueshëm Zoti yt si rregulluesi mbikëqyrës, nëse muslimani njeh metodat e ruajtjes nga shejtani mallkuar, atëherë gjasat e mbrojtjes nga sulmi i tyre janë maksimale. Fal namazën e sabat me xhamat, e bën dhikrin mas namazit sabat, deri në mbrëmje i mbrojtën.
Nëse se fal, atëherë prit e belon. E ka po vin vallai. Ka pas raste dikush prej selefit, subhanallahu çdo ditë ka bo dhikrin e mëngjesit. Çdo ditë ka bo. Dhikrin e mëngjesit çdo ditë. Një ditë nuk e ka bo, veç një ditë. Edhe e ka rrok një paralizë. Veç një ditë se ka bo. Kjo më ju tregu të tjerëve, subhanallah, se çka është dhikri. Namazi sabahut me xhamat plus dhikri. Wallahi, plot vllazni as namaz sabahut, as dhikr, as sen, shumë po na ruan Allahu subhanahu wa taala. Shumë po na ruan. Se sa shejtani është, se sa gjini është, sa sulme i kemi, prap Allah subhanahu wa taala është i mëshirshëm dhe na mbron dhe thot kështu që mohimi i ekzistencës së gjinëve dhe smundjeve mendore, po edhe fizike, që mund t'i shkaktojë njeriu është çmenduri e llojit vet. Unë do t'i sfidoja disa që e mohojnë botën e gjinëve që të marrin pjesë në ndonjë seancë ku lexohet Kur'ani të smurve, të prekur nga gjinët. Le të shkojnë te ajo seanca, le ta kqyrin, apo edhe pastaj le ta mohojnë Kur'anin dhe Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë artikull, një përmbledhje e kom bon 2018, e pa ta postu, e pas të arsyshme me edhe disa shtesa i bona, pas të arsyshme që me shpjegu, subhanak Allahumme, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk, Allahu ju shpërbleft.